Të dashur shqiptar, ky është Koshi me plehra dhe kam sjell sot këtu që t'ju kujtoj juve të gjithëve që në këtë kosh do përfundojnë të gjitha intervistat, të gjitha filmat e Robert Ndrenikës, që I ka thënë vetes grek. Robert Ndrenika nuk di asnjë fjalë greqisht. Që t'i thot ai vetes grek, atëherë Mitsotakis që erdhi për të parë bustin e babait, të ngritur nga Edi Rama në Himar, meqense ai ka shkuar në një banjo publike, Mitsotakis, atëherë edhe ai duhet ta ndjej veten shqiptar. Po aq shqiptar sa ç'është Mitsotakis, po aq grek është Robert Ndrenika, të dashur shqiptar. Prandaj ne do ta mbajmë Koshin e plerave gjatë gjithë kohës para nesh, si një dëshmi të pislëkut që ka ardhur prej gojës së tij, që e quan veten grek. Robert Ndrenika. Dhe sot unë do t'ju shpjegoj se Robert Ndrenika jo vetëm që nuk është grek, por as prindrit e tij nuk janë grek. E tmerrshme apo jo? Dhe tani do t'ju them një fjalë shumë të bukur greke. Spiti mu, spitaki mu, spito kalibaki mu. Pra, fjalë për fjalë do thot shtëpia ime, shtëpiza ime, shtëpi kasollja ime. Do më thënë, shtëpia ime e bukur është edhe sikur ajo të ishte shtëpi kasolle. E varfër. Dhe tani çfarë bën Robert Ndrenika? Robert Ndrenika thot që nënën shumë mirë e kujtoj. Ishte arsimtare. Kishte qenë jetime këtu e kishin marrë diku në Athinë. Atje kishte studiuar, kishte bërë shkollë. Madje kur ka ardhur nuk e dinte gjuhën shqipe fare. Avash nga turqishtja. Mësoi dhe gjuhën nëna e tij, që I ka thënë avash. U bë dhe arsimtare, por jo e gjuhës, e gjeografisë. Prindërit I kanë pasur shumë të mirë. Natyrisht, babai një çik më I rept. Nuk ma mësuan greqishtën që flisnin bashk. Nuk ma mësuan se u kuptoja sekretet. Kur vinte babai, kuptoja që mëma I thoshte greqisht ca zullume të mia. Nuk është fjalë greke, fjala zullum. Unë e ndjeja këtë. Ai më thoshte mbas pak, ke bër këtë, ke bër atë, e të tjera, kujtime të tij nga fëminia. Fjalori I Robert Ndrenikës është fjalori I çamëve, mbushur me slavizma. Nuk ka si fjalë greke në fjalorin e tij të përditshëm. Dhe ka qenë dhe në Greqi, është përpjekur ta mësoj gjuhën greke, është e pamundur. Nuk di as kalimera, as kalinihta, Robert Ndrenika që e quan veten në grek, të dashur shqiptar. Dhe Robert Ndrenika thot: Unë dua t'u them diçka në greqisht. Një fjalë të urtë greke. Spiti, spitaci, palo, kalivaci. Shtëpi, shtëpiza ime sa do e vogël, por qoftë edhe kasolle keqe është shtëpia ime. Kështu e përkthen ai në shqip këtë. Dhe unë ja kam treguar këtë shprehje të Robert Ndrenikës gjuhëtarëve më të mirë grek në Varshavë. Dhe thonë nuk ekziston një shprehje e tillë në greqisht, në asnjë dialekt helen. Madje as në Kret, as në vendet më të largëta, as në Kipro. Robert Ndrenika ka ndryshuar fjalën e urtë popullore greke në gjuhën e çamëve. Ju betohem. Kështu flasin çamët. Po kështu flasin dhe çamët që janë helenizuar tashmë, kanë haruar gjuhën shqipe, janë akoma në Greqi. Pra nëna e tij është me origjinë nga çamëria. Flet një helenishte të keqe, nëna e Robert Ndrenikës, jetimja shqiptare. Pra ajo nuk është greke.
përse nuk është ajo greke. Kjo është shprehja më e famshme në Greqi, madje është bërë dhe këngë, dhe unë e kam kërkuar këtë kudo, dhe për herë të parë, kjo është botuar në libër si fjalë urtë popullore në shekullin e 19 dhe në fillim të shekullit të 20, dhe në anglisht kjo do të ishte me kuptimin my house, my little hut. Pra nuk është fare shprehja e Robert Ndrenikës. Në anglisht është shprehja there is no place like home. Në shqip nuk ka si shtëpia jote. Pra, kjo shprehje spiti mu, spitaki mu, spito kalivaki mu, është shprehje që përdoret në këngë popullore në Greqi të shekullit të 19. Këtë shprehje e di çdo grek, i jetim me prindër, edhe sikur Minotaur ta kishe babanë, do më thënë gjysmë më dem, do ta dije këtë fjalë greke, sepse është shumë e njohur në Greqi. Pra nëna Robert Ndrenikës nuk ka folur greqisht, ka folur gjuhën e çamëve. Dhe nga e di unë këtë? Kjo është në gjuhën shqipe. Palo kalivaki në shqip vjen nga greqishtja palaios, që do të thotë vjetër, dhe në gjuhën e çamëve kjo është bërë palo, por në gjuhën greke kjo është shkurtuar është palio dhe përdoret në fjalë të përbëra. Dhe nuk shkruhet veç e veç siç është shkruar Robert Ndrenika. Pra përdoret për të krijuar tok fjalsha. Edhe në shqip ajo duhet shkruar bashk, ndërsa shqiptarët me origjinë nga çamëria kanë sjellë këtë fjalë në shqip. Palo, për shembull. Palo grua, palo burr, do thot burr i keq, grua e keqe. Por në greqisht ka kuptimin burr i vjetër, grua e vjetër, ose këpucë të vjetra, ndërtesë e vjetër, shtëpi e vjetër, dhe pastaj me kalimin e kohës ka marrë kuptimin diçka e vjetër, e rënuar, por jo e keqe. Kjo është përtej imagjinatës njerëzore. Në greqisht është një shprehje, palaio hieros, do të thot burri vjetër, burri keq, do të thënë kaq i vjetër. Por shprehja është palaio dhe jo palo, si në shqip. Pra banorët e Himarës flasin greqishtën e çamëve që janë helenizuar. Unë këtë nuk e dija. Unë kam mësuar sot nga Robert Ndrenika, nga intervistat e tij që ka dhënë. Dhe kjo është e vetmja fjalë që ai di në greqisht, asnjë fjalë tjetër. Ai nuk di të përshëndesi në greqisht, megjithëse ka qenë disa vjet në Greqi. Ç'është më e keqja, Partia Demokratike e zgjodhi atë deputet për të përfaqësuar grekët e Himarës gjoja, që janë shqiptarë të helenizuar, nga Neofitos Rodinos, i cili erdhi në Shqipëri në shekullin e 16, i ngarkuar nga Papa për të hapur shkollat e para katolike në Shqipëri. Ai konvertohet në ortodoks, pa lejen e Papës, dhe hap shkolla greke në Shqipëri dhe mëson greqishte të prishur shqiptarëve në Himar, të cilët ata e flasin keq edhe sot e kësaj dite. E kuptoni apo jo, çfarë janë himariotët? Tani, a është kjo fjalë ilire? Është gjetur në mbishkrimet në Iliri kjo fjalë. Por është gjetur shkruar paleos dhe jo palaios. Dhe kjo është dukur fare, nuk din gjë fare himariotët për këtë gjë. Kjo është gjuha e dialektit dorik, e gjetur në mbishkrimet në Iliri. Është gjuhë e vdekur. Nuk lidhet fare me gjuhën himariote. Himariotët nuk janë kaon, nuk janë mollos, nuk janë epiriot. Ata flasin greqishtën e Neofitos Rodinos. Ndërsa fjala urtë popullore që përdoren ata, palo spiti, palo kalivaki, vjen nga greqishtja palaio, e cila përdoret gjithmonë në fjalë të përbëra, që shkruhen bashk. Sepse palio
Është fjalë e shkurtuar nga palaios, që do thotë vjetër në greqisht. Në shqip ka marrë keqe si kuptim, por dhe tek banorët e Himarës. E kuptoni apo jo? Pra, mos kishte qenë Robert Ndrenika, unë kur nuk do e kisha zbuluar që himariotët flasin një greqishte të shqiptarëve të Çamërisë që janë helenizuar. E njëjta gjë ka ndodhur edhe në Kosovë. Ata që quajnë veten serb janë shqiptar ortodoks që në ndikimin e kishës me shekuj janë serbizuar. Ata flasin dhe serbisht edhe shqip në të njëjtën kohë. Edhe himariotët flasin edhe shqip dhe një greqishte të keqe që nuk e kupton asnjë grek në botë dhe që nuk lidhet me gjuhën ilire të dialektit dorik fare, e cila është zhdukur të dashur shqiptar aty nga shekulli 6 i erës sonë, me ardhjen e slavëve në Shqipëri. U zhduk kjo gjuhë, nuk ekziston, nuk ka mbetur asnjë gjurmë, as tek shqiptarët dhe as tek të ashtu quajtur grek në Himar, që ta dini. Madje shprehja që përdor Robert Ndrenika është një shprehje e gjetur në Thesaloniki, jo në të gjithë Greqinë, dhe preandesh përhapur. Pra, të dashur shqiptar, përfundimisht, Robert Ndrenika nuk është grek dhe as prindrit e tij nuk janë grek, ç'është më e keqja, vajzat e tij kanë marrë emra dhe mbiemra grek. Me mbaresa greke, e quajnë veten grek, vajzat e tij. Po ky është një tmerr i vërtet. Nuk di ç'të them. Çfarë po ndodh në Shqipëri? E dini çfarë po ndodh në Shqipëri? Të ashtu quajturit grek që janë çam të helenizuar, kanë ndryshuar emrat e fshatrave dhe një nga fshatrat që unë kam nxjerrë në disa nga filmat e mi është Krioner. Ka patur një emër tjetër slav, ata e kanë hequr dhe kanë vënë emrin grek, Krioner, dhe fjalë për fjalë krio do thotë ftohtë dhe ner ujë. Ujë ftohtë. E kanë përkthyer emrin e fshatit nga bullgarishtja në origjinal në greqisht. Kanë filluar të greqizohen vetë këta shqiptar çam të helenizuar. Dhe po ndrojnë emrat në Shqipëri, kanë vënë dhe tabela në greqisht dhe nuk mund të flitet shqip atje. Ju betohem, ata flasin një greqishte të keqe që grekët nuk e kuptojnë fare. Se kanë iden që thonë gjoja grekët e Himares. Po kjo është një tmerr i vërtet. Mbiemrat e këtyre grekëve, shumica e tyre janë dule, që do thotë sklav në gjuhën greke. Tmerr. Tani, unë nuk gjej dot fjalë. Pra, Partia Demokratike e bëri atë deputet që të minonte pikërisht shqiptarët e Himarës. Partia Demokratike, me në krye Sali Serbin. Ky ka qenë qëllimi i tij, helenizimin e Himarës dhe të Shqipërisë së Jugut. Dhe familja e tij kërkon të marrë Partinë Demokratike. Ta trashëgoj atë. Ju lutem, braktiseni Partinë Demokratike dhe krijoni një parti tjetër demokratike, të dashur shqiptar. Dhe i thoni, ju lutem, sa më shpejt Robert Ndrenikës, përpara se sa ai të shkojë në botën tjetër, që nuk je grek, more, që nuk di asnjë fjalë greqisht. Miru pafshim, të dashur shqiptar, në filma të tjerë shkencor.